Ja ka ndryshuar sjelljen e Batonit, pra? Shikoj si e ndryshuar. Ajo që vërre të ky raport, në fund, mbas një kohe të gjatë, ne kemi një përputhje. Shikoj çfarë thot raporti dje. Shqipëria ka për mediat tani. Ka një treg mediatik të kapur, ku politika, bizneset dhe propaganda kanë krijuar një tregëndësh të pashkatrueshëm. Shikoj çemi. Ne deri tani kemi patur dy versione që na vinin nga perëndimi. Ishte një që ishte versioni diplomatik, që vinte gjithmonë i rrumbullakosur, dhe kemi versionin që nxjini mediat e perëndimit. Më në fund, për herë të parë, kemi të njëjtin qëndrim, edhe të mediave perëndimore, mediave serioze flasim gjithmonë, edhe të politika, edhe të diplomatëve perëndimor. Pra më në fund u bashkuan. Më në fund media perëndimore ka luajtur shumë efekt se ne këtu, që ti bin ata dale se nuk është kështu siç u thon juve, por është kështu siç nxjerrin ata. Dhe kjo më duket për herë të parë të bëra bashkë të dyja. Pra, më duket hera e parë që nuk ja u kemi hedhur dot atyre. Çfarë ndodh? Gjëja që janë vizatuar ata në raport, shikoj vetëm një fjali paragraf o them aty. Pra, Brukseli nuk përpiqet më të ruaj të ekuilibrin dhe thotë e ndan Shqipërinë në dy pjesë, shumë qartë, një vend me qëndrim të pakundërshtueshëm politik ndaj perëndimit dhe tjetra me një strukturë të brendshme të kalbur nga breshitësia institucionale. Pra, ne kështu jemi. Jemi fiks kështu. Ne jemi një vend që aspirojmë të shkojmë në BE, themi çfarë doni ju, si doni ju, ndërkohë këtu sillemi ndryshe këtu brenda dhe kemi një strukturë krejt tjetër. Pra, nëse ne vizatojmë në perëndim atë që përpiqet të nxjerrë kryeministri me gjithë propagandën e vet, me gjithë marrëvëmendjen e një vend që është ka ecur përpara, që duhet të ishte në BE, ju na keni penguar bile se ne do të ishim me kohë në BE. Ndërkohë brenda, kur vër lupën dhe shikon çfarë ndodh aty brenda, atëherë shikon tash si punë gjerizi. Nga jashtë s'dallon gjë çka ka brenda. Po kur fut dorën brenda dhe nxjerr dorën jashtë, ka ngel vetëm skeleti, piranjat të kanë ngrënë aty. Dhe e njëjta gjë më del edhe në këtë rast, konstatimi i tyre në këtë rast, që ndryshe është fasada dhe ndryshe është brendësia, është qartazi dhe ata po më fund po ja thonë në sy. E quajnë si arritje sepse është projekti i tyre, pra është dhe mbështetja e tyre spakut. Por e kuptojnë qartë që ky si projekt me atë që është realitet nuk është e njëjta gjë. Projekti ka qenë tjetër gjë dhe ata po vizatojnë tani fiksë gjë dhe thonë i qëndrojnë projekti i tyre. Thonë, nuk keni shkuar aty ku duhet shkoni deri tani, pra nuk e shkuar lart. Kush është lart? Kryeministri është thirrë një herë. Kush ka dalë publikisht dhe u ka thënë, mos ju afroni celularit tim. Ajo ka thonë, ajo ka thonë. A kanë shkuar, nuk them ta marrin prap, nuk them ta marrin panderu, se di se bëjnë dot. Por minimalisht do ta kishin marrë drejtë të hajë një marrëveshje për të thënë sa deklarime, kod me pi dhe një kafe te brenda. Por që erdhi. Po, erdhi dhe ky herë atje brenda. Qoftë për sy e faqe. Dhe ata këtë gjë kërkojnë. Dhe thonë, po është zhvillim i mirë thon Spaku, po rezultatet në vetvete nuk janë ato të pritshmet. Pra, sepse nuk e shkuar e para në gjykime të mëdha, dhe ti s'ke ende gjykime, ti ato janë ende në fazë hetimi, njerëzit i kemi në magazin në përburgje, por nuk i kemi çuar atje që ti të shikosh që publiku të shohë vërtet përballjen dhe të shohë sa i efektshëm ishte ky projekti, të shohë sa të zot ishin hetuesit dhe prokurorët special, për t'i vënë në shpatulla masmuri politikanët tan, bosët e krimit dhe kështu me radhë. Dhe këtë gjë po kërkon raport. Pra ata i qëndrojnë projektit tyre, sepse dhe ata e konstatojnë që projekti në vetvete nuk është në rrugën që ata kërkojnë, ka devijuar, është stepur. Madje i thotë, duhet kemi një pushtet apo një politik që t'i mbështesi thot prokuror dhe jo t'i kërcënoj. Po tani bëj një pyetje, kush mund t'i kërcënoj prokurorin të vend? Kush ka fuqi ti? Dhe kush i ka kërcënuar? Vetëm Rama. Kush ka fuqi? Kush ka fuqi se mund dalë dikush në rrugë, por s'ka fuqi. Kur reaguan prokurorët për herë të parë, seriozisht? Kur mbështetsi Erion Velia, i rrethuan në 4 anët Spaku. Aty ata reaguan dhe panë që se su mbështetën, se erdhi policia. I la atje. I la me ata të gardët, si kanë rrinë dilin zot vetë, që edhe ajo ishte thjesht një demonstrim. Pra nuk ishte serioze dhe ajo si rrafim. Ishte thjesht për të treguar Velia se ne nuk kemi shitur akoma. Ajo nuk ishte për të bërë presion Spakut. Se ata të Spaku ishte çuar vet. Po ai ishte për të thënë Erionit, ti je një nga ne dhe ne do të mbështesim. Kaq. Dhe e lan atje ku e kanë lënë. Pra në përgjithësi, unë këtë raport e shoh me këtë këndvështrim. Pra, për herë të parë janë bashkuar bashkë edhe realiteti,
edhe ajo që është vizioni. Dhe e fundit, që më bën përshtypje. Pra Rama këtë historinë e antarësimit në BE e ktheu në lejtmotivin e fushatës. Kjo ishte logo e fushatës. Shqipëria Europiane 2030, thash që është mandati 5, nuk është 4. Pra edhe logjikisht është një mandat tjetër, pra atij do t'i duhet dhe mandati 5. Dhe këtë gjë ata kanë vendosur të mos e lejojnë më. Pse? Se nuk u përputhet me realitetin. Nëse Shqipëria hyn në Europë, nuk hyn për Edi Ramës. Dhe këtë ta kemi të qartë. Pra asnjë kryeminist, Shqipëria do hyn në BE se ose do BE-ja ta marrë, qoftë dhe pa plotësuar standardet, e kanë bërë me Rumaninë, me Bullgarinë, me Greqinë më herët, ne dimë shumë mirë se çfarë shteti është Greqia krahasuar me vende të tjera të BE-s. Por për interesa gjeopolitike, gjeostrategjike, ata mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe kjo mund të përputhet me këtë që thot Rama, se Rama prandaj nxitoi ta fuse edhe në programin e vet. Pra e kthejmë çështje kryesore. Duke parë situatën gjeopolitike që është në rajon dhe ca më tej në kontinent, duke ndier rrezikun rus që ka Bashkimi Evropian, thot mbasi përfitoi unë dhe ngjecem me unë aty brenda. Por jo, ata s'ton kështu. Ata thonë zotri, ti s'mund ta përdorësh këtë gjë për përfitimin tënd personal. Pra, edhe kanë sqaruar aty, e ndajnë qartë Shqipërinë, pra antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe pra e Shqipërisë si shtet, si popull, dhe e Shqipërisë si klasë politike. Për këtë gjë e kanë diferencuar. Megjithatë, ky raport kur dali plot se aty do ta shohim dhe do të shikojmë dhe do të lexojmë dhe reagimet që do vinë. Është reagimi i parë ka, në fakt sot i ka përfunduar i parë pri inserteni Elisa Spiropali.